Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pullumpi Linçin. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Sipas Spakut, çdo të hënë Berisha duhet të paraqitet, ndërsa këtë të hënë nuk u paraqit as Berisha as avokati i tij Genc Gjokutaj. I vetmi që u paraqit ishte një avokat i panjohur nga publiku. Ndërkohë dje dhe sot televizioni dhe analistët flasin për gjendjen shëndetësore të Berishës. Profesor, ç'a mendoni ju për shëndetin e Berishës dhe analistët dhe gazetarët e tij? Mi mbrëma të dashur shqiptarë u vonuam ja 5 minuta. Kështu është vendi i Shqipërisë, gjithmonë është për së praktike njëherë. Të dashur shqiptarë, gazetarja më pyet mbi shëndetin apo mbi avokatët e Berishës apo të gjithë këtyre hajdutëve që janë drejt burgut. Të dashur shqiptarë, erdhi koha e përfundimit të këtyre. Gjithmonë ju më keni pyetur dhe keni thënë pse nuk po arrestohen çdo ditë. Çdo gjë bëhet e saktë. Unë kam thënë që përpara, të dashur shqiptarë, që byroja kombëtare paguhet nga taksat amerikane. Po ashtu dhe Spaku, sidomos të Spakut, dhe disa të byros kombëtare kanë ardhur shumë herë në Amerikë për të thënë realitetin dhe për të mësuar ligjin si Amerikë. Pra, Spaku bën punën e vet. Sa ma përmendi për Berishën, që është e vërteta unë jam lodhur të flas për Berishën e për Edi Ramën e për këto 32 vjet. Po meqenëse se gazetarja më pyeti, nuk kam rast tjetër vetëm do përgjigje. Zoti Berisha çdo të hënë duhet paraqitet. Zoti Berisha ju zmadhua dosja. Më datën 26 e ka një gjyq. Bashkë me juristin e tij, apo avokatin e tij, Gjokuta, gjithmonë dilte dhe bërtiste para Spakut, që po t'ishte njëri tjetër, hekurat do t'i vinin në vend. Por Berisha të hënë e dinte se ishte fundi i tij. E dinte fare mirë se para se të bëj gjyqin, Berisha duhet ishte i arrestuar. Pra Berisha me një avokat të thjeshtë u paraqit dhe foli në emër të Berishës e të Gjokutës si mësuar nga Gjokuta, që Berisha është sëmur. Sipas ligjit të Spakut të Shqipërisë, ai duhet e kontrolluar mbas një ore. Që është i sëmur, po jo. Të përgatitur dhe analistët e tij që pëllasin për 34 vjet e gazetarët e tij kanë është shumë i sëmur. Dashur shqiptarë, jo të sëmurën, po dhe Mavrarela do vinë para gjyqit dhe para burgut. Dofta ju nuk kujtohet, dhe presidenti e Egyptit u sëmur dhe e kanë shpërë me barelat e njeriu të vdekur të sëmur para gjyqit. Pra, të gjithë këta, jo vetëm Berisha. Unë Berisha i thashtë në datën 13 qershor. Berisha, fundin e ke. Nuk ke vetëm gjyqin e shtëpive, të ngritura nga dhëndri jot në tokën e shqiptarëve. Po të gjithë ta 32 vjet dashur shqiptar, të gjithë të dyja partit kanë demin që i ka bërë kombit. Piramidat. I u marrë dhe ato para që bën shtëpitë, që punoni si slevër në Greqi, mblidhin ullin të Grekut, prashisin dhe Greku, yzmeqarën e Greku, erdhë dhe i vu parat në piramidat.
por nuk mund të harrohet dashur bashkëdhetar shqiptar të dyja partit e filluan vrasjet që në Shkodër. 4 djem, 4 të rinj, 4 luftëtar, 4 patriot eliminuan. Filluan me 97-ën. Mbi 5.000 veta janë vrarë shqiptar, që s'ka bërvaki e në kohën e SKDB-u nuk vriqin kështu, si pulat. U shitën tanket, avionët që i kishën bërë me djers, po shqiptarët. Se shqiptarët për 24 vjet ishin yzmeqarë. Punonin në atë ditë. Po si mund të harrojmë naftën me emrin e deputetit të Gjirokastrës, doktor, u shit nafta, u vran bosnjakët, u vran shqiptarët. Po si mund të harrohet ajo bomba që u hodh në Kërdec, që u vran fëmijë, dhe sot prindrit e tyre bredhen nga Vora, vinë Tiranë për ditë. Ata gjyqtarë tallen me familjet e shqiptarëve. Tallen sepse janë bërë të majmë. Po si mund të harrohet 21 janari të vriten në bulevard 4 shqiptarë e të plagosur të tjerë. Dhe ja hedhën fajet partive njëra tjetër. Unë nuk kam thënë dashur bashkëdhetar shqiptar, si pëse edhe PD-ja janë bolshevikët, po janë anti-shqiptar, i vran njerëz, prapë s'u bë asgjë. Tani që s'kan më rrugë ku dalën, unë kam thënë që lufta e tretë botërore ka 2 vjet që fillovi, po fillovi me avash. Unë thash dhe më datën 13, që nesër fillon lufta, fillovi. Tashi ka filluar lufta të dashur bashkëdhetar, serios. Shtet me shtet, përpara Izraeli, a kushdo qoftë, bënte lufta të quajtur terrorista gorilla. Sot është me shtet. Është sot me shtet se erdhi koha jonë dashur shqiptar. Unë e kam thënë dhe e them, erdhi koha e bashkimit të Shqipërisë me kufi natyrore. Ka 100 vjet që është bërë plani i sotshëm. Nuk është puna se po luftohet me Izraelin, po fillovi në Izrael. Fillovi. Po duhet të kujtojmë se janë vrarë me qindra e me milja, e me mira fëmijë. Edhe ata kanë një nenë. Edhe ata kishin gjak. Por sot është serioze. Dhe unë kam thënë dhe po i le fajet kryeministrit të Izraelit. A i hapi luftën. E hapi luftën sepse a i ishin në përgjyqjet. A i dëmtovi vetë shtetin e vetë. Lufta është shumë serioze të dashur shqiptar. Po është serioze për armikët tonë shekullor që na coptuan me shekull e me shekuj. Erdhi koha sot të japi llogari si Franca dhe Englezët. E kanë e tjera. Lufta do t'jetë e hitur për ata. Po të dashur shqiptar, si që thash më 13 qershor, ditën e çlirimit të Shqipërisë, me flamur amerikan, me flamur shqiptar, që se kishte parë ndonjëherë me qindra flamur, ishin më shumë ishin flamuj se njerëz. Pamërsisht se ishin të friksuar, fshishin në përpemët, mbrapa Skënderbeut. A pra ju shqiptarët që fshijeni, po gjithmonë të fshehur do rrini, gjithmonë të tërpruar do rrini, me kurriz poshtë. Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar, do bëhet qeveri teknike dhe me president pik, kam mbaruar fund. Tashi, vetëm rrugën e kemi për në kryeministri për 2 muaj, 3 muaj. Por aman, ata patriot që erdhë më 13 qershor, pre gati 9 orë që i kemi gjetur fytyrat e tyre, dohen në monument
prej Skënderbeut, si që kam thënë 2 metro i lartë dhe gati 150 metro i gjatë, do shkruajnë patriot të veriut dhe të jugut, për qindra vit, sepse nuk është thënë histori e vërtet. Po si mund të bëj historinë e vërtet një djali i çobani, i quajtur Gjenushi, o një cek që thot nuk kemi pura shqiptar. Shqiptar, po a them realitet, janë mbi 45 veta që ka 3 muaj. Emrat e tyre dalen shumë shpejt që po bëjnë historinë e Shqipërisë. Ne nuk flem gjuhë. Koha erdhi për ju. Të dalë një pyetje gazetares përsëri, zonja gazetare, analiste, siç kam thënë, spionët e serbit, bashkëpunëtorët e serbit, e të grekut, e të Francës, kanë mbajtur Shqipërinë për 30 e ca vjet, gjoja s'kur ishin njeri me parti, gjoja me parti tjetër, që ishin së bashku, kur baronin misionin pinin verë, kurse shqiptarës kishën bukë të pini një gotë ujë. U erdhi fundi këtyre. Jo të sëmure, po si që thash më përpara, e me barela të miren, me ato tezgat e ambulancës, dojen para gjyqit. Po nuk është vetëm kaq, do t'jenë në burg. Po nuk është vetëm kaq. Do t'u lidhen këmbët dhe duart dhe do kenë kasmë të bëjnë rrugët e Shqipërisë, si dikur në Texas, të Amerikës. Arestime, si që thash, të dashur shqiptar, s'paku i ka dërguar. Pardi. I dërgovi për arestime. Flitet gjoja për një ministër, jo të dashur shqiptar. Janë, po thuaj, gjithë ministrat. Qene zvëndës kryen ministra do arestohet, këto ditë dhe deri i fundit. Nuk flitet vetëm në PD disa veta. Janë 2-3 doza. Një dozë i thonë 12 veta. Erdhi ditë e fundit. Ne e lanë qëllimisht të votonin ata bashkëpunëtorët e tyre. Po su hapën fare ato bakse, ato kuti, nuk u hapën tjera. Ne e bëm në atë mënyrë që kryetari i KQZ-s, dim se që bëjmë për shpëtimin e kombit. Doli dhe tha para televizorit, para shqiptarëve, që Edi Rama mori 83 dhe Berisha 49, 50, ty njeri dhe satelitë të tyre, po të organizuar nga ta, përfundohen votimet, po jo, ne dim se që bëjmë. Pra, kemi mënyrat tona. E i thamë, hapin dosjet, se Berisha ka fituar në qikë shumë. I hapin. E dimi që kishë vjedhur njëri tjetrin, se këshu janë mësuar me të vjedhur, sepse janë familje çobanësh. Çobani është i dershëm, po e kam fjalën, janë hajdut. Janë njerëz që nuk njohin babën. Janë njerëz të shkatruar nga familja. E kanë syrë për të vjedhur, për të vrarë, për të coptuar shqiptarët. Po jo, unë kam thënë ne jemi gjallë. Çdo gjë, shikoj. Unë po themi disa të quajtur milionerë. I kam emrat një nga një. Ja 7 që i përmendën, janë bërë molto milionerë. Dorëzoni. Milionat e tyre janë vetëm brekët e grysua që i keni për 22 vjetë. Ato janë, tuajat. Dorëzoni gjerat, ne i dim ku i keni. Të dashur shqiptar do shihni këto ditë arestime të papara. Qeverin ne e deklaruam para shqiptarëve. Dhe unë i pyeta shqiptarët. A doni me president? Të gjithë ata që ishin atje, ishte zëri i patriotëve. Ngritën dorë dhe thanë po. I pyeta, a doni të jeni me kushtetutën amerikane, ligji një për të gjithë, si dikur kanuni,
Po, thamë, i ngritë duart me një zë, janë të gjitha të fotografuara, të gjitha do t'jenë evidente që do dalen shumë shpejt para gjyqeve të këtyre njerëzve. Sa kohë doni të rini? I thash, 3 muaj? Jo, 1 muaj. Për të zgjedhur deputetët 80 dhe 41, të dalin direkt, si që kemi ne në program 51 pikë, që çdo deputet do t'jetë i ati rreti, i ati fshati, i ati qyteti. Çdo deputet duhet nxjerrë biografinë e tij personale, jo familjare, si në Amerikë. Kush është ai? Sa i aftë, sa i zoti, çfarë ka bërë këto vite në Shqipëri? Senatorët duhet të jenë jurist ose ekonomist. Të dashur shqiptar, e di që ju prisni pa durim. Për ditë që më vinë në zyrë, fjale e parë është, vërtet ka Zot për ne, të qirohemi nga këta, që nuk na lejnë të pim një gotë ujë. Shqiptar, ju që më dëgjoni e dini, po këtu i kam përhapur në për televizorët e tyre anti-shqiptar. Flasën, janë artista që bëjnë gjoja shakara, janë të gjëllimshme. Miliona dollar kanë marrë, kanë tregtit e tyre. Zen talen, zen flasin. Nuk do bëhet qeveri teknike, nuk do bëhet me president, se mendojnë që këta zotnit që janë në për televizoret, për çdo gjë, mendojnë se do t'ishen për jetë. Jo. Do t'jenë në burg. Unë kam thënë që burgjet që janë për Evropë do hapen, do vinë në Shqipëri, se janë nga këta shkaktarë. Kanë kaluar të rinë me gomona. Ja vrarë shumë, janë bytur. Të bëhen dimët i shqiptarë që janë rritur me bukthat, të bëhen ushqim për peshkun, për peshkaqenët dhe për peshqet trupat e tyre që janë rritur me vojtje. 26 vjet me regjim bolshevik dhe 34 vjet duke vjedhur, duke rrahur, duke vrarë, dhe më në fund t'ua hedhën se në Shqipëri ka gangster, ka mafje. Nuk ka mafje në Shqipëri. S'ka as gangster. Këta janë palo gangster, këta të qeverisë për 34 vjet. Unë i paralajmëroj në televizor gjitha ata djemë të ri që u arrestuan Durrës, Elbasan, Fier, kudo. Largoni pe plirave, se u kanë marrë mi qafë. Se dhe ju kini fëmijë. Ju nuk kini terrorist. Ju nuk kini vrasës. Po jeni të shtyrë nga këta. Unë përsëri i themi Ilirit dhe kryetarit të bashkisë, djaliri Erionit. Erion, mos ki frikë se nuk të vret njeri. Xhiri një nga një. Bashkëpunëtorët e tu ne e dim, ti e di. Ilir, nxirri një nga një. Do të kesh më zbutje, do të jesh e burr, po do të kesh më zbutje. Nxirri, si i ke marrë parat, Floriri, depot, ku janë hapur, vrasjet, ku janë bërë. Je i ri, ke fëmijë. Dhe këta i do arrestojnë këto ditë, janë plirat e plirave. Berishë, jo i smurë ti esh Berisha, e te prove, unë të thashe dhe para ca ditëve, ke dhe 2 ditë e ti ku afati, dil para televizorit, kërkoj falje këti kombit, për çdo gjë që është bërë. Për ndryshe, si që thash, data 26 që ke gjyqin, si pas regullit, spaku duhet vi të të arrestoj. Edhe i smur ti jesh, ka spital në burg.
Shqipëria ka spitale të mira e të çmendur. Të dashur shqiptar, nuk do gjelet njëri pa arrestuar këtë ditë. Dhe Edi Rama nuk ja dhan vizën, ne e bëm që e mori vizën. Do vinte, pse do vinte? Pra, s'ka më ku vete. O kam thënë, Edi Rama do arrestohet ditën që do bëj qeveria. Ne shumë shpejt e bëjmë qeverinë. Dhe shumë shpejt do t'i shihni inteligentët e shqiptarëve. E byrosë kombëtare, po vinë çdo ditë po regjistrohen. Pra, Shqipëria do dyshoj 100% në favor të çdo shqiptari, në favor të 97% të shqiptarëve. Nuk e kam thënë kot 3% dojnë në burg. Kanë vjedhur. Çdo gjë është konfiskuar. A i shihni në Tiranë kudo vingjet janë mbi pallat kanë qëndruar. Pra, çdo ditë do arrestojnë këto ditë. Qeverinë e bëm e anisa më parë. Profesor, ju e përmendët më 13 qershor të sheshi Skënderbej që si situata e armiqve tanë shekullor po përkeqësohet. Çdo gjë që keni thënë ju u realizua. Profesor, rrezikojnë gjë shqiptarët nga kjo situatë, a duhet të kemi frikë? Zonja gazetare, ja shpjegoj më mirë shqiptarëve, ju e keni fjalën për luftën e tretë që ka filluar. Unë e kam thënë, ka 2 vjet që ka filluar. E thashëm datën 13 që nesër fillon bombardimi. Po, lufta ka 2 vjet që ka filluar, ai quhet luftë kaçakësh. Por, dje filloi lufta serioze. Shtet me shtet. Irani është një shtet i fuqishëm. Izraeli është një shtet i fuqishëm. Por, po vritin me mira njerëz nga 2 krahët. Pavarësisht se nuk thuhet në televizor, të dashur shqiptar. Unë thash, erdhi koha jonë. Ashtu, si kemi qarë ne gjysh tër gjyshi. Ashtu, si kemi qëndruar me kokë ulur që na kanë shtypur të huaj, unë kam thënë, si në luftë e kudo, jemi thyer, por kurriz nuk e kemi kthyer. Erdhi koha jonë të shohim çfarë do t'i ndjaj Francës, pavarësisht se dije Franca para jave, 2 jave o 1 muaj, ai palo presidenti i Francës thoshte jam me Izraelin. Tash i thos jam. Të gjithë e lanë mi janë Izraeli. Dhe i dishën bashkë. E panë se u erdhi flaka në derën e tyre. Aq na bën. Si që thashëm përpara. Ne jemi vrarë me shekuj nga sërbët, nga rusët, nga francezët. Po foleja e komunizmit e pjella është në Francë dhe e shpërndan, sidomos në Shqipëri shkatruan patriotët tonë. Të dashur shqiptar, do shihni çdo natë, çdo ditë, merre, po jo në Shqipëri, jo në kufin tonë shekullor, në kufin natyrore, Malezi, Kosovë dhe qamëria jonë. Pra, e di pse them qamëria. Sado që vetë fshihet kryeministri i Izraelit në Greqi, qamëria është e jona. Nuk ka fshirje. Sot ka satelit, sot gjendet çdo një, e ngjilper në mes rrugës. Unë o kam thënë më para dashur shqiptar që vërtet është një zot, nuk mund të themi, çdo njeri ka fenë e tij, sidomos se kam fjalën për tokën time e tokën e shqiptarëve, gjysë tër gjyshi, kemi 3 fe, musliman, katolik, ortodoks o krishterë të quajtur janë njësoj. Po jo fe tjetër të lëmë në tokën e Shqipërisë, si kanë erdhur disa fe të ndryshme që po hidhen të rinë nga dritaret. Ata më mirë tikën para se ne t'i arrestojmë. Kanë ngritur kisha, shtëpira, i mbledhen njerëzit dhe thonë jemi vëlla e motër, jo dashur shqiptar. Nuk kemi vëlla e motër në kishë. E kudo. Ata e bëjnë qëllimisht që të gatrojnë familjet.
Janë shumë të dëmshme të dashur shqiptarë ato kishat që janë hapur. Le atë. Po dhe drejtoria e policisë u jep lej për të bërë show. Le ku e Skënderbeu. Zonja gazetare, përmjet jush i them shqiptarëve, jeni të qetë, si që e thash më parë, ka një Zot, po sot një Zot i fuqishëm që është si në ajër e në tokë. Ajo e ka emrin USA. Ajo e ka emrin Amerikë. Amerika është tona. Kur them tona, shqiptarët kanë qenë me shekuj, e kanë financuar, kanë dhënë jetën, kanë dhënë gjak për atë tokën e bekuar të Amerikës. Dhe atë toka e bekuar Amerikës, djemt amerikanë të lindur në Amerikë, specialista janë në Shqipëri. Kudo, si që thash më parë. I kemi kudo, spak, kudo. Shqipëria është e siguruar. Kosova është e siguruar. Malizi është e siguruar. Maqedonia e Aleksandrit të Madh është e siguruar. Greqia të shkojë punë vetë. Se që janë nesër, di vetë. Është dhe një shtet i dashur shqiptar shumë i fortë. Ajo quhet Turqi. Në luftën e dytë botërore gjithë luftuan, Turqia s'ka luftuar. E pra, o politikë greke, se nuk i them grekve shqiptarve, ata janë shqiptarë, Arvanitos, jemi ne. Ne i themi politikës greke, dëroje, thuaj që jemi shqiptarë, thuaj që toka e bekuar e qamrisë është tona, nuk do keni dheme. Nëse ju e kam fjallën për ju qevritarë, do të shini me ditë e me orë. Shqiptarë, e njëherë po e them, ndërmjet gazetares, Shqipëria është e siguruar. Tini të qetë, shumë shpejt, bëhet qeveria teknike, shumë shpejt do valvoj flamuri si në Skënderbeu, a e patë të dashur shqiptar, flamuri bukur i Amerikës dhe Shqipërisë valvonte dhe Skënderbeu përmbi flamurët. A i patrioti i Shqipërisë. A e patë se kush ishte të qeshur. A e patë që mbani flamur me qindra flamur amerikan dhe shqiptar. Ja pra, kjo është krenaria e shqiptarëve. Po, zonjë gazetare? A keni diçka për të shtuar, profesor? Po, e njëherë përfundimisht të dashur shqiptar, ju e shini vetë dhe i them zotëniut që kam përpara të veri ligjin si është ligji, a i shinjat që kanë të dashur shqiptar, ky që kanë këto ditë, këto javë të fundit, do valvitet duke goditur hajdutët, pavarësisht se mblidhen në parlament që s'kan të drejtë të vinin, po vjen për t'i qarë hallet e tyre për të mbrojtur njëri tjetrin. Mblidhen gjithë alfabetët. Ajo është bërë si teatr komik. Unë i them Agronit që bën komik, Agron, shko në parlament dhe be komik. Atje është për komik. Pra të parlament. Atje është, sepse ky Çekani do të bjerë të gjithë të kokë. Këta që kanë vjedhur kombin e Shqipërisë. Këta që si len shqiptarë të pinë një gotë ujë. Këta që si len shqiptarë hapën pus për të vaditur, sepse është edhe vapë shumë. Të dashur shqiptarë, kudo që ndodhin në tokën e Shqipërisë, hapni puset që nesër. U a thash edhe aty mos paguani asnjë gjë, sepse dritat janë të shqiptarëve, me dritat që ka punuar 46 vjet në regjimin komunist, ata i shesin. Janë ju.
Jeni ju që duhet mos paguani asnjë para. Nuk kanë që bëjnë. O shqiptarët e mi, që ishit fshehur mbrapa pemëve të Skënderbeut, e doni Shqipërinë, dilni pra përpara. Mos kini frikë pe këtyre. Edhe ne na penguan. Por e pan, ku do përfundoni? E pan shumë bukur. Kanë arritur, kanë vënë një tra në Skënderbeu. Ai trari do të bide në fytyrën e tyre, në fytyrën e bashkisë, në fytyrën e hajdutëve, në fytyrën e Resalit, të asoj kryetares të bashkisë, që e ka emrat e këtyre, ndërrojë çdo ditë. Pra të dashur shqiptar, çdo ditë po rridej në orën 8 në zyrë, që më vinë djemë të rinj, por regjistohen për 3 drejtorit, po e përsërit edhe një herë, drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s shqiptare, drejtoria e inteligjencës shqiptare, që të mbroj kombin shqiptar dhe kombin amerikan. Ne jemi një. Nuk kam thënë kot që Shqipëria do quhet e 51-shi, po do t'jenë ligjet e Shqipërisë. Do valvoj flamuri shqiptar e flamuri amerikan. Po çdo gjë do t'jetë në gjuhën shqipe. Tregtit, çdo gjë. Sepse Shqipëria është e vjetër me mira vjet. Amerika ka 300 vjet. Ne, shqiptarët, e kemi deshur Amerikën që më parë. Dhe e duam, i vetmi shtet në botë, i vetmi popull në botë, që është pro Amerikës, 97%. U a thash edhe më përpara, ditën që bëhet qeveria dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk do të ketë ambasadë të huaj të futi hundë të punë e brendshme, përveç ambasadës time Amerikës. Kam dhe gjak për të ambasadë, për atë vendin tim Amerikës, për vendin tim për Shqipërinë. Po ashtu, e 2 miqtë tonë të vjetër shekullor, që quhet Gjermani dhe Austri. Nga ka ndihmuar, jemi një gjak, një racë. Nga ka ndihmuar me shekuj. Princ Vidi që erdhi, nuk erdhi për zaptuar Shqipërinë, por erdhi për të mbajtur Shqipërinë, të mos e coptonin të huaj, francezët dhe englezët dhe serbët. Erdhë në ndihmoni, përsëri ata e Antonit, Gjermanët dhe Austriakët. Të tjerët do vinë në ambasadë të jenë, nëse ata në ndihmojnë me fonde, me qenë se ne jemi të coptuar për 100 vjetë, ne do t'i respektojmë. Por aman, një shqiptar që t'jetë në Evropë nuk do preket në atë minutë që preket në atë shtetë, në atë zonë, në atë vënd, ai ambasadori që do dhe të Shqipëri, brenda 24 orë largohet nëse prek një shqiptar. Jo si tani, që francezët tallen me shqiptar, kanë nga 20 vjetë që janë në Francë, dhe nuk i pranojnë. U angrejnë qirat, i largojnë nga puna, u a edhen pashaportën shqiptare. Moj Francë, që na ke dëmtuar, do t'i shosh ato misla kur të t'vinë në ajër. Largoni shqiptar pe atyre. Pra, jemi të bashkuar. E njerë gjithë shqiptare mos keni frikë Tiranës, që ju nuk jeni Tiranës, jeni të erdhur nga Malësia, nga Veriu, nga Jugu. Mos keni frikë pe këtyre të janë të vdekur. U pash dhe disa familje që i njoh nuk erdhë. Frikacak. Mos keni frikë dashur shqiptar. E janë në shpresa e kombit. Të dyja partit kanë përfunduar. Dhe sateliti e tyre ka përfunduar.
sepse i ka financuar ai që nuk ishte mashkull as femër, ai që u martua në New York. Ai s'ka fuqi në Amerikë, që e përhap di këtu. Aleksi i Soros, as e pyet kërkush në Amerikë. Është bërë propaganda këtu. Sa milioner ka në Amerikë, atë se din ku e ka dhe shtëpinë. Pra, të dashur shqiptar, e jani në shpresa se këto ditë neve do kërkojmë ku janë zyrat e qeverisë teknike. Qëllimisht që të bëhen zgjedhje të reja. Lere që thonë këta analistë e tyre, a i shini sot edhe të quajnë avokat, si një avokat njela që dele thot, po, këta në shtator shkojnë në parlament, a more njel, që delë më çdo televizor, sepse janë televizorët tuaj, delë dhe flet kudo, që këta dojen përsëri, nuk do dënohen. Unë jam avokat, thua. Ti avokat i komunistave, ligji është i ri. Ligji është një për të gjithë. Pyetjet vinë për çdo njeri që del televizor, ku i jep parat, kush të paguan që shkoni në televizorit dhe e deformoni shqiptar. Të dashur shqiptar, qeveria do bëhet shumë shpejt dhe po paralajmëroj dhe mundet, por nesër e siguroj që mund të bëjmë edhe një festë të bukur, paqësore, pranë universitetit, o para Skënderbeut përsëri, festa e datëlindjes të Amerikës, 4 July, 4 korrik, që t'jenë me mira shqiptar, me mira flamuj, të valmojmë lirin që u lirua Amerika. Edhe Amerika ka luftuar me Englezë, edhe Amerika ka luftuar me Francezët, por i shtyri deri në Kanada. Jeni të ditur, edhe Amerika ka vojtur nga këto dy vende. Mos e dini se i ka miq. Arritën, doni të zini tokën e Amerikës, Amerikanët, me generalin e famshëm shqiptar, George Washington, i shtyvi edhe sot quhet Kanada. Gjysma flet frëngjisht dhe gjysma tjetër flet anglishtën e mbretëreshës të Britanisë. Kjo është Amerika. Amerika e ka mikun më të fortë Shqipërinë. Shqiptarë janë intelektual. Shqiptarë do valvojnë në tërë botën si dikur. Pra, heroni shqiptar, takoni me njëri tjetrin, mos kini frikë prej sot e tutje. Vini flamur amerikash shqiptar me çdo dritare, me çdo dyqan. Nëse u aprekën, lajmëroni. Policia nuk u aprek. Policia është me ju dhe shefat e tyre. Po i them drejtorit të përgjithshëm të policisë, ki kujdes. Mos detyro policat vend prishën shtëpirat. Mos detyro policat të heqën flamurin amerikan dhe flamurin shqiptar. Presot e tutje shqiptarët po ndjojnë, Tiranë, qytetet, vini flamur më të djathtë shqiptarin më të majtë amerikanin. Ta gëzoni. Sepse këto dy flamur janë që do kenë sukses në gjithë botën. Ai flamuri amerikan që e shihni me ato hyje, ato janë 50 shtete. Ajo është bosi i botës. Është Perëndia. Ajo është kudo në tokën shqiptare në Kosovë, Kosovar. Do bëhet qeveri teknike, po jo me partitë që ju kini, me partitë të reja, me njerëz të rinj, tamam si në Shqipëri. E janë i shqiptar, e janë i vëllezër, mos kini frikë vëllezër. Këta përfunduan, si që a thash, me barela do t'i qojmë në burgjet. Natë e mirë dhe dashur shqiptar,
mendjen e kini ke arrestimet do behen, qeveria do behet me president, do valvoj flamuri Amerikan në presidenca dhe flamuri shqiptar. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër në orën 6. Dhe shëgoni të dashur shqiptar, atë të datës 13 ka dalë mbrëm. La falni për vones, por doli mbrëm. E njëherë natën e mirë, kudo që ndodheni, e di që erët nga Evropa, më shumë ishët nga Evropa, se nga tirania. Natën e mirë, të dashur shqiptar. Faleminderit profesor. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët të shihemi në transmetimin e radhës.